është jashtëzakonisht shqetësuese deklarata e tij. Është vërtet ignorim i memorjes tonë, është një fyrje e gjithë popullit tonë i cili me shumë mund, me shumë sakrifica e ndërtoi këtë Kosovë. E të thuhet një gjë e tillë është një mohim i vetvetes, i kontributit qytetarëve të Kosovës, cilët kanë kontribuar dhe kanë pru këtë shtet deri në këtë gjendje. Është vërtet është e pakuptim dhe unë e kuptoj që referimin i cili i bëhet të cilës i referohet ai i dedikohet gjeneratës së re, pasi që ajo gjeneratë nuk i man mend vujtjet cilat dhe peripetësit që i ka kalu ky popull. Nuk e man mend Kosova ku ishte para 20 vitesh. Kështu që ato let mund të shiten tek një pjesë e qytetarëve, po mendoj se çdo njeri ka obligim ne si prindër t'ju tregojmë fëmijëve tanë, brezit që po vjen pas t'ju tregojmë ku ishte Kosova dhe të përpiqemi t'i bëjmë krenar me të arriturat tona, jo t'i demotivojmë për ecjet përpara dhe për atë mundësitë cilat ja u kemi dhënë gjeneratës të ardhme për ecur përpara dhe për ndërtuar jetën në këtë Kosovë të vujtur dhe të bukur tani.